Ju përshëndes edhe njërë të nderuar shikues, ritakohemi së bashku këtë herë në edicionin e lajmeve, këto janë titujt kryesor të tij. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi deputetët e Partisë Socialiste se përveç grave dhe drejtuesve politik të tjerë do të jenë në listë të hapur. Kush refuzon listën e hapur të njoftoj, tha Rama, dhe lajmëroi se ai vetë mund të mos kandidojë. Edhe pse nën hetim nga SPAK për korrupsion, zëvendës ministri i energjetikës Seno Klosi pritet të jetë në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në Fier. Apeli i GKK-s rrëzon ankimimin e nënës Ajola Xozës për sekuestron e pasurive, shtyhet seanca për Ajolën. Vetëvendosja deklaron se qeverinë e Kosovës synon ta formojë me partitë jo serbe. Kanadaja zgjedh kryeministrin, Trump po sulmon punëtorët, familjet dhe bizneset tona. Trump mbyll 83% të programeve të USAID, keq përdorën miliarda dollar të amerikanëve. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se mund të mos jetë pjesë të listës së kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, Rama tha se lista do të përbëhet nga shumë të rinj. Ai tha qartë se asnjë deputet i gjinisë mashkullore i Partisë Socialiste që ka qoftë edhe një mandat nuk do të jetë në listën e mbyllur. Ndërkohë, drejtuesit politik në Qarqe e kanë të sigurt vendit në pjesën e mbyllur të listës. Edi Rama mund të mos jetë kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist në prag të vendimit final për listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, Rama pohoi se nuk e ka pjekur vendimin për të qenë ose jo në ekipin ngarues të socialistëve më 11 maj, pasi detyrën e kryeministrit mund ta ushtrojë edhe pa një mandat ligjvënësi. Me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë iden pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë, ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund dhe mos jam fare në listë. Duke qenë deputet i gjithëve për detyrën që kam. Dhe për mos i zënë vendin askujt. Rama e bëri të qartë se deputetët burra që kanë të paktën një mandat nuk do të gëzojnë privilegjin e një vendi në listën e mbyllur, që më pas do t'i bënte automatikisht fitues të një mandati. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Kushdo nga ligjvënësit aktual që nuk do të pranoj vendin në listën e hapur, duhet ta bëjë të ditur më herët. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo po unë shkoj jo po. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Kryesocialisti personalisht ka menduar se drejtuesit politik në Qarqe do duhet të ishin pjesë e listës së hapur, por nuk do të ndodhë kështu. Problemi që më duket se ka argumenti im është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të orientojë gjithë skuadra. Rama ripërsëriti se prioritet në listën e parë të Partisë Socialiste, atë të mbyllur, do t'u jepet të rinjve. Në këto zgjedhje, ne do t'u japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Seno Klosi, zëvendës ministri i energjisë dhe infrastrukturës, mund të kandidojë në listën e Partisë Socialiste për qarkun e Fierit, pavarësisht se është nën hetim nga SPAK për korrupsion dhe abuzime të tjera. Klosi ka qenë i përfshirë në disa skandale dhe akuzohet për disa vepra penale.
ndërsa zëvendës kryeministra Belinda Balluku e merr me vete në listën e Fierit. Ethet elektorale kanë përfshirë partitë politike, të cilat brenda së mërkurës duhet të paraqesin në KQZ listat e kandidatëve për deputet. Në kampin e socialistëve, Edi Rama ka paralajmëruar të sjellë një uragan, duke integruar të rinj në listat e mbyllura dhe duke lënë deputetët me eksperiencë të garojnë me njëri tjetrin në listën e hapur. Një nga personat e lakuar në media, si prurje e re në listat e kandidatëve socialist, është edhe ai zëvendës ministrit të energjisë dhe infrastrukturës, Ceno Klosi, që rezulton se mund të jetë i dyti në listën e qarkut të Fierit. Kandidatura e Klosit, një emër i shumë përfolur, çuditi shumë kënd në radhët e Partisë Socialiste dhe në opinion, duke qenë se ai është nën hetim nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ceno Klosi po hetohet nga SPAK për 4 vepra penale: korrupsion, shpërdorim detyre, mashtrim dhe falsifikim dokumentash. Ceno Klosi është një prej zyrtarëve besnik të ministres së infrastrukturës Belinda Balluku dhe ai ka shërbyer në disa funksione, duke lënë pas dëme të konsiderueshme financiare. Ai është në hetime të thelluara nga SPAK pas 2 kallëzimeve nga opozita për afera të ndryshme korruptive në institucionet që ka drejtuar. Pikërisht për këto afera të dyshuara, në fund të tetorit të kaluar, Klosi u mor në pyetje nga prokurorët e SPAK-ut. Edhe një institucion i pavarur kushtetues, si kontrolli i lartë i shtetit, ka zbuluar abuzime marramendëse nga Klosi, kur ai ishte në krye të tatimeve, në OSHE dhe në Agjencinë e Ujësillës Kanalizimeve. KLSH-ja ka rekomanduar shkarkimin e Klosit, por ai është marrë në mbrojtje politike nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Dhe pikërisht, për t'i përforcuar këtë mbrojtje politike, Balluku synon të marrë me vete Klosin në listat e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. Askush nuk e di çfarë kontributi politik ka ai në Partinë Socialiste, dhe pse Balluku synon ta përfshijë me forcë në listën e kandidatëve të 11 majit. I vetmi kontribut që Ceno Klosi mund t'i ofrojë partisë në pushtet është përfshirja e tij në ndikimin e zgjedhësve shqiptar për votën e tyre. Ceno Klosi nuk ka asnjë lidhje organike me Partinë Socialiste dhe ai do të ishte një faturë e shtrenjtë për të paguar nga socialistët në këtë qark. Shkojmë tani me zotin Berisha, i cili pas prezantimit të Aleancës për Shqipërinë madhështore, takohet me gazetarët në këtë konferencë për shtyp. E njeriut që në përzgjedhjen e kandidaturave dëshmoj zero transparencë, e njeriut që shumëzoj me zero në përzgjedhjen e kandidaturave të gjitha strukturat e partisë tij, antarësinë, komitetet e partisë dhe forumet e tjera. Pra, përdori praktikat më obskure në nxjerrjen e kandidatëve, por kjo nuk pritej ndryshe. Faleminderit, jam i hapur për çdo pyetje. Mundësisht kushtuar kësaj dite shumë të veçantë, ditës koalicionit dhe koalicionit. Zoti Berisha, kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar sot la të kuptohet që mund edhe mos të jetë në listën e kandidatëve për deputet. E bën më të fortë apo më të lehtë luftën e koalicionit tuaj në 11 maj? Do jetë apo s'do jetë në listën e kandidatëve, atë e përcakton ai. Po se ku do jetë pas 11 majit, atë e përcaktojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët ja kanë pre biletën ati. Ja kanë pre biletën. Kuptohemi. Edi Rama po lufton për mbjetesë pas 11 majit. Shkaku i burgosjes se Erion Velis është qeveritar basi letra e Anesti Angonit është qeveritare dhe ai nuk u akuzua për gjërat më evidente publikisht, siç është djegësi i Tiranës dhe 5D-ja, sepse aty shkonte tek djegësi shkonte direkt tek Rama, hoteli thuhet se është shareholder edhe Olsi Rama. Nuk, këto janë thënë që në fillim. Ndaj dhe
ai dështojnë të siguroj votat e PD-s dhe të billë Sali Berishën për të shkris skapin e partisë, dështojnë. Bëri përpjekaj, edhe publike, edhe në Rogoz, por si që kam deklaruar dhe si që jam betuar, s'do i bashkoj kur votat me te, masi asnjë hap nuk do mund të bëhet pa Komisionin e Venecias, i cili do jetë jo vetëm arbitri, po do jetë institucioni që do trajtoj problemet e reformës drejtësi. Kjo është, këtu e ka gjithë halli, ai ka hallin e madh shumë, sepse ai mendonte se Sali Berisha, me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, urdhroni. Me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, tani në akt hakmarrje do të pranoj të votoj për shkrirjen e skapit. Po kjo nuk mund ndodhte. I kalkuloi gabim. I llogariti gabim hesabet dhe mbeti duar bosh. Zoti Berisha, cilat janë përpjekjet që nuk janë parë nga publiku të zotit Rama për shkrirjen e SPAK-ut që ju thatë që ka patur përpjekje në Rogoz? Nga burimet diplomatike dhe burimet tjera është ngritur kjo çështje të përpjekjeve të tij për të bashkuar votat me PD-n dhe kjo nuk mund ndodhte. Se unë nuk e kam veprimin, e kam shpjeguar pse e kam me një, nuk kam që të lë vendin pa institucion akuze kur për një reformim dhe institucion akuze për një vend të lirë, siç duhet të ketë një vend i lirë. Po e ke parasysh një gjë që ai tha, lexoje duhet ashtu. Ai tha, po më lutet, unë po i lutesh atij, po ti lutesh unë i bënim ato. Unë se kam thënë ndonjëherë, asnjëherë atë jam thënë. Ai është lutur, po dështoj tani. Zoti Rama gjatë kësaj fundjave ka patur takime se takon listës e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj. Po ju, zoti Berisha, keni patur takime me drejtuesit politik gjatë këtyre ditëve dhe kur do e mbledhni kryesinë e PD-s për të miratuar listën përfundimtare për zgjedhjet parlamentare? Të falenderoj për pyetjen. Kësaj radhe fjalën për kandidaturat e kanë patur, siç e keni pa vetë, antarësia e Partisë Demokratike në primare të organizuara në përgjegjësinë direkte të udhëheqësit të qarkut. Kjo është e vërteta. Asnjë kryetar qarku nuk ka patur asnjë ndërhyrje nga Sali Berisha apo kush tjetër, por ka qenë ai udhëheqës fuqiplot i procesit të primarëve mbi bazën e kriterëve të caktuara. Kështu që listat pak a shumë i kanë bërë antarët, pra propozimet, natyrisht e kam theksuar, do ketë këto modifikime, gratë, është përcaktim statutor, të rit është përcaktim statutor, dhe e them këtu, përfaqësime me që jemi në rajonal, të ndonjëherë të komuniteteve që për një arsye apo një tjetër nuk kanë pozicion e dur, por që meritojnë përfaqësimin. Ata nuk mund mbeten pa përfaqësim. Komunitetet të mëdha. Sepse i krijon qarku këto. Kjo pra do jenë korrigjime fare të lehta. Do ketë korrigjime, sigurisht. Kjo nuk mund diskutohet, se për këto arsye që thash, por nga ana tjetër, listat e Partisë Demokratike i ka bërë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japin mendimet e tyre, kryesia do vendos për nuk është gjerëson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësia. Duke referuar deklaratave tuaja
gjatë javëve të fundit ju keni thënë se ky është viti i diasporës. Diaspora do ketë emra të sigurt në listë, pra do ketë përfaqësinë e saj në listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare? Diaspora do ketë emra në listë, nëse do ketë në listën e sigurt apo jo, këtë unë nuk mund ta them. Sepse nuk është përfunduar lista e sigurt. Nuk është përfunduar. Ka një moment, kam thonë që duhet të jemi realist. Një forcë magjore, tamam, rezo magjore, që ndërhyn në listën e sigurt është koalicioni. Koalicioni përfaqëson, e them dhe njerë, minimumi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë, pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhësve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Dhe ky pastaj ka një ky jep listës mbyllur një karakter pak më të veçantë. Zoti Berisha, ju sot keni arritur marrëveshjen e koalicionit, pra e keni bërë publike dhe mbajtet një deklaratë pak më herët, ndërsa nga Selia Blu keni deklaruar se aleatët kanë 8 vende të sigurta në listë. Bëhet fjalë për 4 vende Partia e Lirisë, pra 4 vende zoti Meta, 1 vend zoti Mediu, 1 zoti Dule, 1 zoti Idrizi dhe 1 zoti Duka, për ta saktësuar. Një zoti cili I fundit? Zoti Dule, zoti Mediu. Paka shumë kjo është. 8 vende janë për aleatët? Urdhë? 8 vende janë për aleatët? 8 vende janë për aleatët, po. Edhe në pyetjet fundit. 8 vende, sepse aleatët, do më thënë thash dhe njerë, kanë në rekordin elektoral, kanë minimumi 26% të zgjedhësve në Shqipëri. 26 mars bashku. Edhe një pyetje të fundit. Gjatë fundjavës zoti Rama e ka sulmuar thirrjen tuaj për protestë ditën e shtunë. Është caktuar ora e protestës kundër censurës, siç ju e keni deklaruar? Faleminderit. Po protesta po afron. Është një protest që është mirëpritur jashtëmase nga nxënësit dhe studentët dhe të rinjt. Jashtëmase. Ata e konsiderojnë censurën një akt brutal, direkt kundër tyre. Pra, qëndrimi ndaj TikTokut është qëndrim censurë, sepse nuk e mohoj që smartphone-i ka një ndikim tek të rinjt dhe tek fëmijët në kuptimin e konsumit të kohës më shumë se sa ç'duhet. Por nuk është TikToku per se, TikToku si I tillë. Jo, të gjithë ata që kanë fëmijë dinë se fëmia edhe pa dalë aplikacioni TikTokut preferonte të navigonte, të lundronte në smartphone, në Google dhe në të tjera. Pra, është një akt hakmarrës I Edi Ramës ndaj kritikave që I bëjnë të rinjt, se ketë një gjë parasysh. I riu, për definicion, nuk pranon kur arrogancën. Kjo është arsyeja që të rinjt nuk e pëlqejnë Edi Ramën. Nuk e pëlqejnë, nuk e duan. Jo, arrogant po. Dhe pikërisht për këtë arsye ai mbyll TikTokun se ata e kritikojnë, e ironizojnë, e tallin, I bëjnë shpoti në TikTok. Pra, TikToku po mbyll është një akt censure I tmerrshëm, nuk pajtohet njëri me këtë. Kështu që do jetë një protestë kundër censurës, natyrisht e lidhur me mbylljen e TikTokut. Së bashku me Partinë Demokratike janë 26 parti në total në këtë koalicion. Si do të siguroheni ju që të gjitha këto parti të dëgjohen dhe kryesoria të mos krijohet përçarje mes tyre? Ka një histori. Lojaliteti është themeli I aleant I qëndrimeve të mia ndaj aleatëve. Aleatët e dinë që unë jam lojal ndaj tyre dhe unë kam besim të plot në lojalitetin e tyre
Mbasi këto u bashkuan me vetdijet plot se e keqja më e madhe e këtij vendi është Edi Rama. U bashkuan pikërisht për të shpëtuar Shqipërinë nga Edi Rama. Edhe njerë them këtu, janë ftuar në këtë aleancë edhe disa tjera të sapo krijuara, por ato nuk e konsiderojnë Edi Ramën. Çudi problemin madhor të Shqipërisë dhe nuk gjetën forca të shpallen parti opozitare. Preferuan pozicionin e opozitës së opozitës. Pozicion që është kryekëput, çon ujë në mullirin e qeverisë. Faleminderit. Ju falenderoj. Kryesia. Nesër besoj, nesër ose pas nesër. Kryesia është ajo që vendos. Vendimin e merr kryesia i paraqitet në Këshillin Kombëtar si paketë. Ndoshëm këtë konferencë për shtyp të zotit Berisha, ndërkohë mjeku kardiokirurg Kristo Papa organizoi një takim të veçantë me shqiptarët në Londër, duke u fokusuar në shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Papa, aktivist i njohur, kërkon të sjellë një frymë të re dhe të përfshirë në politikën shqiptare përmes përfaqësimit të duhur të interesave të shqiptarëve jashtë vendit. Në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen në 11 maj në Shqipëri, Kristo Papa, figura e njohur dhe një aktivist i zëshëm i diasporës shqiptare, ka bërë një hap të rëndësishëm në fushatën e tij politike. Në Londër, ai organizoi një mbledhje të veçantë me shqiptarët që jetojnë në kryeqytetin britanik, me qëllim për të dëgjuar zërin e tyre dhe për të njohur më mirë kërkesat dhe shqetësimet që ata kanë. Ka ardhur momenti që forca e diasporës të jetë në parlamentin e 2025-s. Unë dua të jem zëri i të gjithë juve në atë parlament. Të gjithë bashk, neve doja dalim. Unë jam për bashkimin e shqiptarëve. Kristo Papa, i cili është i njohur për angazhimin e tij në mbështetje të shqiptarëve jashtë vendit, përshkroi këtë takim si një mundësi të shkëlqyer për të krijuar një dialog të hapur me diasporën. Gjatë mbledhjes ai inkurajoi të pranishmit të ndajnë mendimet e tyre mbi sfidat e përballuara nga shqiptarët jashtë atë dheut dhe për mënyrat se si qeveria shqiptare mund të përmirësojë situatën e tyre. Të gjithë bashk në 11 maj duhet të bashkohemi të japim votën tonë, të shprehet ajo që është vlera më e madhe e demokracisë dhe të votojmë. Nuk është thjesht një ditë 11 maj. 11 maj është dita më e rëndësishme që juve do jepni mundësi të gjithë shqiptarëve të vendosni atë që doni në Parlamentin shqiptar. Ju pres të gjithë në Tiranë si një deputet i Parlamentit të ardhshëm në Shqipërinë në 2025. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e krijimit të një platforme që do të mundsojë përfaqësimin e duhur të interesave të shqiptarëve në diasporë në Kuvendin e Shqipërisë. Kristo Papa, me përvojën e tij dhe angazhimin e tij të vazhdueshëm për të drejtat e shqiptarëve jashtë vendit, përshfaqet si një kandidat potencial i fortë për deputet të diasporës, duke synuar të sjellë një frymë të re dhe të përfshirë në politikën shqiptare. Bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka reaguar një ditë përpara seancës në gjykatën e apelit ku do të shqyrtohet masa e tij e sigurisë. Në një reagim në Facebook, Veliaj ka mohuar akuzat ndaj tij dhe ka kritikuar ashpër procesin gjyqësor, duke i quajtur atë një goditje politike. Në prag të seancës në gjykatën e apelit, ku do të shqyrtohet vendimi për masën e sigurisë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka shkruar sërish në Facebook, ku kundërshton akuzat ndaj tij dhe cilëson procesin si persekutim politik. Presionin ndaj dëshmitarëve, duke ju kujtuar burgun, prindrit e fëmijët, u përket xhelatëve të një regjimi, jo demokracisë. Prezumimi i pafajësisë është detyrim për standard europian dhe jo histeri kolektive e banaqeve, portaleve dhe kundërshtarëve që me vot i mundëm 7 herë në Tiranë, e veç me dhunë mund të na heqin nga fushata. Veliaj pretendon se është viktimë e një hetimi të motivuar politikisht dhe se ndaj tij po përdoren standarde të dyfishta. Lënia e kryeqytetit pa drejtim nga i votuari njerëzve me një të rënd të lapsit është, në mos grusht shteti, grusht ndaj qytetit, punëve të tij dhe votuesve të Tiranës.
Shteti me WhatsApp në ditë pushimi nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyren e reformës ku besuam të gjithë. Trajtimi sipërmarrësve si kulak dhe përgjimi njerëzve të biznesit pa fakte, i përket Shqipërisë pas luftës, jo të demokracisë. Kreu i Bashkisë së Tiranës thotë se më shumë për çështjen e tij ka për treguar në seancën gjyqësore, e cila do të mbahet ditën e martë në orën 10 në gjykatën e posaçme të apelit, ku do të shqyrtohet ankimimi i kryebashkiakut ndaj masës së sigurisë, arrest me burg. Apeli i gjykatës së posaçme ka shtyr për ditën e mërkurë seancën e shqyrtimit të ankimimit Ajola Xozës kundër sekuestrimit të 2 llogarive bankare. Bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë u paraqit në seancën gjyqësore mëngjesin e sotëm, duke marrë njoftimin se seanca u shty pasi SPAK ka paraqitur disa prova të reja. Gjykata ka marrë kohë për të njohur me disa prova të reja të paraqitura nga SPAK, ndërsa vendosi të mbajë vendimin për ankimimin e Xozës në datë 12 mars ora 9:30. Nga ana tjetër, gjykata e posaçme antikorrupsion ka rrëzuar kërkesën e Valbona Xozës, nënës së Ajola Xozës, për heqjen e sekuestros ndaj vilës në Qerret të Kavajës, e vendosur nga ana e SPAK. Ndrojmë temë, një 36 vjeçar u arrestua në portin e Durrësit pasi tentoi të nxirrte nga Shqipëria 223.200 euro të padeklaruara. Policia dyshon se paratë që do të nxirreshin përmes portit të Durrësit rridhnin nga veprimtari kriminale, ndërsa bëhet e ditur se 36 vjeçari arrestuar është rezident në Itali. 36 vjeçari, i cili i kishte fshehur paratë në një çantë shpine, ndërsa vjojnë hetimet për të përcaktuar burimin e tyre. Shumica i gjetur u sekuestrua nga policia në cilësinë e provës materiale. Operacioni u finalizua nga policia kufitare portit të Durrësit në bashkëpunim me autoritetet doganore. Inspektorati për mbrojtjen e territorit ka vijuar aksionin për lirimin e hapësirës për ndërtimin e hyrjes së qytetit, ku janë parashikuar të shëmben 10 objekte. Drejtuesi i MT-s në Shkodër, Emiliano Nika, thotë se kanë arritur dakordsinë me pronarët e objekteve që do të shëmben, si dhe ka përfunduar procesi i shpronësimit. Teksa Inspektoriati për mbrojtjen e territorit në Shkodër vijon aksionin për lirimin e hapësirës për ndërtimin e hyrjes së qytetit, aksion që nisi me përplasje me banorët e objekteve që janë planifikuar të shemben. Drejtuesi këtij institucioni për rajonin e Shkodrës, Emiliano Nika, vën të ditur se ka përfunduar procesi i shpronësimit për 10 objekte që do të shemben. Sipas tij, është gjetur mirëkuptimi me pronarët. Kanë përfunduar të gjitha procedurat e shpronësimit dhe sot rifillojmë punën për prishjen e gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes qytetit dhe bregut perëndimor liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpronësuara, do të filloj puna për prishjen e tyre sot. Janë njoftuar, kemi zgjedhur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, dhe çdo gjë vjen normalisht dhe pa asnjë rezistencë, asnjë problematikë. Drejtori i MT-s Shkodër u shpreh se vijon aksioni edhe për lirimin e vijës liçenore nga ndërtimet. Paralelisht, vijojmë aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Bula. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht, dhe puna do zgjash për disa ditë. Pra, do pastrohet çdo strukturë e paligjshme në liçenin e Shkodrës dhe në shtratin e lumit Bula. Projekti për zgjerimin e rrugës nga harku i Bërdicës deri tek ura e Baçallokut në Shkodër parashikon ndërtimin e një rruge me 4 kursi dhe një ure të dytë mbi Drin, e cila do të jetë paralele me urën ekzistuese. Shtetet e Bashkuara po mbyllin 83% të programeve të USAID-it që nuk përmbushin interesat e Washingtonit. Lajmin e bëri të ditur kreu i Departamentit Amerikan të Shtetit në llogarinë e tij në rrjetin social X. Ai tha se 5200 kontratat që tani janë anulluar shpenzuan $10 miliarda në mënyra që nuk i shërbenin interesave amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbyllin 83% të programeve të USAID-it që nuk përmbushin interesat e Washingtonit. Lajmin e bëri të hënën të ditur kreu i Departamentit të Shtetit Marco Rubio në llogarinë e tij në rrjetin social X. Rubio tha se 5200 kontrata që tani janë anulluar shpenzuan $10 miliarda në mënyra që nuk i shërbenin, në disa raste edhe dëmtuan interesat thelbësore kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në konsultim me Kongresin, ne synojmë që 18% e mbetur
e programeve që përmbajmë nga USAID tani të administrohen në mënyrë më efektive në Departamentin Amerikan të Shtetit, theksoi Rubio. Faleminderit Dodge dhe stafit ton punëtor që punuan me orë të tëra për të arritur këtë reformë të vonuar dhe historike, theksoi numri 1 i diplomacisë amerikane në rrjetin social X. Partia Liberale e Kanadas zgjodhi me shumicë dërmuese Mark Carney si kryeministër i ri të vendit të dielën, teksa ish guvernatori i Bankës Kanadeze paralajmëroi për ditë të errta të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara nën presidencën e Donald Trump. Carney menjëherë mori një qëndrim kundër presidentit amerikan, të cilin e akuzoi se po sulmon punëtorët kanadez, familjet dhe bizneset. In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131... Mark Carney nga Partia Liberale e Kanadas u zgjodh me shumicë votash kryeministër i ri i vendit të dielën, teksa ish guvernatori i Bankës Kanadeze paralajmëroi për ditë të errta të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara nën presidencën e Donald Trump. Carney menjëherë mori një qëndrim kundër presidentit amerikan, të cilin e akuzoi se po sulmon punëtorët kanadez, familjet dhe bizneset. Nuk mund ta lem atë të ketë sukses, tha 59 vjeçari, i cili do të marrë detyrën në ditët në vijim nga udhëheqësi në largimin liberalëve Justin Trudeau. Ky fundit njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vjetësh në pushtet, pasi mbështetja e publikut për të, sipas sondazheve, ra ndjeshëm, duke detyruar Partinë Liberale që të zhvillojë garë partijake për ta zëvendësuar atë. Por Carney mund të mos qëndrojë për një kohë të gjatë në këtë detyrë. Kanadaja duhet të mbajë zgjedhjet drejt në tetor, por vendi mund të përballet me zgjedhje të parakoshme brenda javësh. Sipas sondazheve aktuale, konservatorët, që janë në opozitë, konsiderohen favorit. Gjatë fjalimit të fitores para një turme mbështetësish të partisë në Ottawa, Carney paralajmëroi se SBA-ja nën presidencën e Trump po përpiqet të marrë kontrollin e Kanadas. The Americans want our resources, our water, our land, our country. Amerikanët duan burimet tona, ujin ton, tokën ton, shtetin ton. Ditë e errta të shkaktuara nga një shtet që ne nuk mund t'i besojmë më. Carney tha se është personi i duhur për të ringjallur besimin ndaj partisë dhe për të mbikëqyrur procesin e negociatave tregtare me Trump, i cili ka kërcënuar me tarifa shtesë që mund të dëmtojnë rënd ekonominë e Kanadas, e cila varet nga eksportet. Carney ka argumentuar se përvoja e tij e bën atë njeriun ideal që të përballet me Trump, duke paraqitur veten si një menaxher të krizave ekonomike që udhëhoqi Bankën e Kanadas gjatë krizës financiare në vitet 2008-2009 dhe Bankën e Anglisë gjatë razirave që pasuan votimin për daljen nga Bashkimi Evropian në vitin 2016, ndërkaq gjatë fjalimit të lamtumirës para publikimit të rezultateve të garës partijake, Trudeau tha se kanadezët përballen me një sfidë ekzistenciale nga fqinji ynë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rumani refuzoi kërkesën e kandidatit pro-rus të ekstremit të djathtë për të garuar në zgjedhjet presidenciale pasi sipas tij plotson kushtet e kërkuara me ligj. Kjo shkaktoi kaos në Bukuresht, ku mbështetësit e tij u përleshën me policinë. Mbështetësit e kandidatit të konsideruar pro-rus të ekstremit të djathtë, Kalin Georgescu, u përleshën me policinë në Bukuresht, duke shprehur zemërimin e tyre për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ndaluan atij pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale që do të rimbahen në muajin maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rumani tha më 9 mars se nuk e ka pranuar pjesëmarrjen e Georgescut, bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese e cila anulloi zgjedhjet e nëntorit pas fitores së tij në raundin e parë. Kandidatura e tij nuk plotson kushtet e kërkuara me ligj, siç janë përcaktuar nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit 2024, tha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë shkak, me rinisjen e procesit zgjedhor, antarët e komisionit konsiderojnë se është e papranueshme që të vlerësojnë se i njëjti person plotson kushtet për të marrë udhëheqjen e presidencës së Rumanisë. Georgescu, i cili është kritik i NATO-s dhe kundërshton mbështetjen rumune për Ukrainën, dorëzoi kandidaturën e tij për pjesëmarrje në zgjedhje. Komisioni kishte 48 orë për të pranuar apo refuzuar aplikimin. Georgescu tani ka 24 orë që të apelojë këtë vendim, që nxiti qindra mbështetës të tij të protestonin. Ata u përleshën me forcat e sigurisë përpara ndërtesës së komisionit në Bukuresht. Protestuesit dogjën objekte dhe hodhën në drejtim të policisë sende të forta.
policia u përgjigj me gaz lotësjellës. Liderët e partisë së ekstremit të djathtë e kanë dënuar vendimin e komisionit zgjedhor për mospranimin e kandidaturës së Gjorgjeskut. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelenski, më 10 mars viziton Riadin për një takim me princin e kurorës Mohammed bin Salman, udhëheqësin de facto të Arabisë Saudite. Vizita e Zelenskit zhvillohet një ditë përpara bisedimeve mes delegacioneve të Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara në Xhedat, Arabi Saudite, bisedime që kanë për synim të japin fund luftës 3 vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, viziton këtë të hënë Riadin, ku do të takohet me princin e kurorës, Mohammed bin Salman, udhëheqësin de facto të Arabisë Saudite. Vizita e Zelenskit zhvillohet një ditë para bisedimeve mes delegacioneve të Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara në Xhedat të Arabisë Saudite, bisedime që kanë për synim të japin fund luftës 3 vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Bisedimet SBA-Ukrainë më 11 mars do të jenë bisedimet e para formale që nga përplasja në zyrën ovale mes Zelenskit, presidentit amerikan Donald Trump dhe nën presidentit J.D. Vance më 28 shkurt në Shtëpinë e Bardhë. Zelenski ka thënë se nuk do të jetë pjesë e bisedimeve SBA-Ukrainë në Xheda. Delegacioni i Ukrainës do të përfshijë ministrin e jashtëm Andriy Sybiha, shefin e shtabit të Zelenskit Andriy Yermak dhe ministrin e mbrojtjes Rustem Umerov. Ata do të takohen me delegacionin amerikan që pritet të përfshijë të dërguarin e Trumpit për lindjen e mesme Steve Witkoff, sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe këshilltarin për sigurinë kombëtare Mike Waltz. Rubio u nis për në Arabinë Saudite mbrëmjen e 9 marsit. Sipas mediave ndërkombëtare, Kievi me gjas do të propozojë një plan të paqes të hartuar nga Zelenski që përfshin një marrëveshje ajrore dhe detare si hap të parë. Zelenski po përballet me presion të madh nga Washingtoni që shpejt të bjerë dakord për një marrëveshje armëpushimi me Rusinë, pavarësisht se SBA-ja nuk është zotuar për garanci të sigurisë, por deri më tani Moska nuk ka shfaqur interes për ndaljen e armiqësive. Në Gjermani këtë të hënë po zhvillohet një grev një ditore e punonjësve në 13 aeroporte përfshirë Frankfurtin dhe Münichun, duke shkaktuar anullimin e shumicës së fluturimeve. Greva zgjat 24 orë dhe u organizua nga Sindikata Verdi, e cila kërkon paga më të mira për punonjësit. Sipas së kësaj greve pritet të preken rreth 500.000 udhëtar. Në Gjermani këtë të hënë po zhvillohet një grev një ditore e punonjësve në 13 aeroporte, përfshirë aeroportin e Frankfurtit dhe Mynihut, duke shkaktuar anullimin e shumicës së fluturimeve. Greva zgjat 24 orë dhe organizua nga Sindikata Verdi. Ajo përfshin punonjës të sektorit publik, si dhe personelin e sigurisë. Kërkesa e sindikatës është rritja pagave për punonjësit. Greva e sindikatave ka në shënjesër aeroportet e Hamburgut, Bremenit, Hanoverit, Berlinit, Düsseldorfit, Kölnit, Bonit, Leipzig, Stuttgartit dhe Mynihut. Një zëdhënës i sindikatës Verdi pranoi se greva do të prekte shumë njerëz, por u tha mediave gjermane se ky hap ishte i nevojshëm për të nxjerrë një ofertë më të mirë nga punëdhënësit. Shkëputemi për publicitet tani dhe kthehemi pas pak në programin e drekës.